Horoskopi ditor, 11 mars. Mesazhet që mund të ndryshojnë ritmin e ditës. Ka momente kur një ditë duket e zakonshme, por në të vërtetë mbart një energji që mund të ndryshojë mënyrën se si e shohim një situatë. Astrologjia tregon se disa lëvizje të vogla në univers mund të ndikojnë në vendimet, bisedat dhe reflektimet që ndodhin gjatë ditës. Ndonjëherë një ide, një takim ose një mendim i papritur mund të hapë një perspektivë të re. Kjo ditë mund të jetë pikërisht një nga ato momente ku intuita dhe vëmendja ndaj detajeve bëhen shumë të rëndësishme. Shiko me kujdes energjinë që të rrethon, sepse një sinjal i vogël mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që po merr jeta jote. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të bëjë të reflektosh për disa vendime që lidhen me drejtimin tënd personal dhe mënyrën se si ke reaguar ndaj disa situatave së fundmi. Ndonjëherë universi na vendos përpara momente që na bëjnë të shohim më qartë atë që deri dje dukej e paqartë. Një bisedë e papritur ose një ide që të vjen në një moment qetësie mund të të ndihmojë të kuptosh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Nëse vepron me maturi dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të ndërlikuara po fillojnë të marrin një drejtim më të qartë dhe më të qëndrueshëm. Demi. Kjo ditë mund të sjellë një moment reflektimi që lidhet me stabilitetin dhe mënyrën se si po ndërton planet për të ardhmen. Ndonjëherë universi dërgon sinjale përmes situatave që në fillim duken të zakonshme, por që me kalimin e kohës marrin një kuptim më të thellë. Një bisedë e sinqertë ose një ide e re mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë një çështje që të ka shqetësuar. Nëse ruan qetësinë dhe mendon përpara se të veprosh, mund të kuptosh se disa mundësi që dukeshin të largëta po fillojnë të afrohen gradualisht. Binjakët. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të mendosh më thellë për mënyrën se si komunikon dhe si ndikon kjo në marrëdhëniet me njerëzit rreth teje. Ndonjëherë një bisedë e papritur mund të ndryshojë mënyrën se si e interpreton një situatë që më parë dukej e paqartë. Universi shpesh dërgon sinjale përmes momenteve të vogla që duken të zakonshme. Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se një ide e re po shfaqet në një moment që nuk e kishe parashikuar. Daforia. Kjo ditë mund të sjellë një moment reflektimi që lidhet me emocionet dhe mënyrën se si reagojmë ndaj situatave që ndodhin rreth nesh. Ndonjëherë universi vendos përpara nesh prova që na ndihmojnë të kuptojmë më mirë drejtimin që duhet të ndjekim. Një mendim i ri ose një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë mënyrën se si e interpreton një situatë që të ka shqetësuar. Nëse vepron me qetësi dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të paqarta po fillojnë të marrin një drejtim më të qartë. Luani. Energjia e kësaj dite mund të bëjë të reflektosh për disa zgjedhje që lidhen me drejtimin tënd personal dhe profesional. Ndonjëherë universi na vendos përpara situata që kërkojnë durim dhe mendim të qartë përpara se të marrim një vendim të rëndësishëm. Një bisedë e papritur ose një ide e re mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Nëse ruan qetësinë dhe mendon përpara se të veprosh, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të ndërlikuara po fillojnë të marrin një formë më të qartë. Virgjëresha. Kjo ditë mund të të bëjë të shohësh më qartë disa detaje që më parë i kishe lënë në plan të dytë. Ndonjëherë universi vendos përpara nesh situata që na ndihmojnë të kuptojmë se cilat zgjedhje kërkojnë më shumë vëmendje. Një ide e papritur ose një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një çështje që të ka shqetësuar prej kohësh. Nëse vepron me qetësi dhe analizë të kujdesshme, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të ndërlikuara po fillojnë të bëhen më të qarta. Dëgjoj intuitën dhe mos e nënvlerëso një mendim që të vjen papritur. Peshorja. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të reflektosh për balancën midis vendimeve personale dhe situatave që lidhen me njerëzit rreth teje. Ndonjëherë universi dërgon sinjale përmes momenteve të vogla që duken të zakonshme, por që në të vërtetë mbartin një kuptim më të thellë.
Një bisedë e sinqertë ose një ide e re mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Nëse ruan qetësinë dhe mendon me kujdes për çdo hap, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të paqarta po fillojnë të marrin një drejtim më të qartë. Akrepi. Kjo ditë mund të vendosë përballë disa mendimeve që lidhen me drejtimin e jetës dhe mënyrën se si ke reaguar ndaj disa situatave së fundmi. Ndonjëherë universi na vendos përpara momente që kërkojnë reflektim dhe një kuptim më të thellë të asaj që po ndodh rreth nesh. Një bisedë e papritur ose një ide që lind në një moment qetësie mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një situatë që më parë dukej e paqartë. Nëse vepron me maturi dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se disa mundësi të reja po afrohen gradualisht. Shigjetari. Energjia e kësaj dite mund të bëjë të reflektosh për disa plane që lidhen me të ardhmen dhe drejtimin që dëshiron të marrësh. Ndonjëherë universi dërgon sinjale përmes situatave të vogla që duken të zakonshme, por që me kalimin e kohës marrin një kuptim më të madh. Një ide e re ose një bisedë e papritur mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një situatë që lidhet me një vendim të rëndësishëm. Nëse ruan qetësinë dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të ndërlikuara po fillojnë të marrin një drejtim më të qartë. Britsjapi. Kjo ditë mund të bëjë të reflektosh për disa vendime që lidhen me stabilitetin dhe drejtimin që dëshiron të marrësh në të ardhmen. Ndonjëherë universi vendos përpara nesh situata që kërkojnë qetësi dhe një analizë më të kujdesshme përpara se të marrin një hap të rëndësishëm. Një bisedë e papritur ose një ide që të vjen në një moment reflektimi mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që më parë dukej e paqartë. Nëse vepron me maturi dhe mendon përpara se të reagosh, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të ndërlikuara po fillojnë të marrin një formë më të qartë. Ujori. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të mendosh për disa ide që lidhen me planet dhe drejtimin që dëshiron të marrësh në të ardhmen. Ndonjëherë universi dërgon sinjale përmes situatave të vogla që duken të zakonshme, por që në të vërtetë mbartin një kuptim më të thellë. Një bisedë e papritur ose një mendim i ri mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh. Nëse ruan qetësinë dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se disa mundësi të reja po shfaqen në një moment që nuk e prisje. Peshqit. Kjo ditë mund të sjellë një moment reflektimi që lidhet me emocionet dhe mënyrën se si reagojmë ndaj situatave që ndodhin rreth nesh. Ndonjëherë universi vendos përpara nesh situata që na ndihmojnë të kuptojmë më qartë drejtimin që duhet të marrim. Një bisedë e sinqertë ose një ide që lind në një moment qetësie mund të ndryshojë mënyrën se si e interpreton një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh. Nëse vepron me qetësi dhe dëgjon intuitën, mund të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të paqarta po fillojnë të marrin një drejtim më të qartë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe shkruaj fjalën në mesazhi nëse mendon se kjo ditë mund të sjellë një sinjal të rëndësishëm. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.